pjesa e Meksikës për sa i përket karteleve është me natyrë ekonomike, sepse kartelet efektivisht edhe në gjithë statistikat i shkaktojnë dëm ekonomisë amerikane. Në të gjitha strukturat, format dhe janë para e pisët e cila pasaj të gjitha bashkë, sepse janë faktor që ndikojnë njëri tjetrin dhe kuptohet që kjo indikon në mënyrë drejt për drejt edhe veç zhvillimit vendit, sepse ai tek e fundit tani po kërkon një lloj mënyre edhe forcë punëtore të shëndetshme, po quajmë për te retorikës së fjalës ekonomike. Por, nga ana tjetër, Meksikën e gjynjëzon se e ka në dorë. E ka pas gjithmonë deri diku në dorë. Nuk është në pozicion të barabartë as fuqi ekonomike dhe as çdo lloj gjëje që të bëj Meksika kundër Amerikës për ta gjynjëzuar nuk e bën. Meksika është e vetëdijshme për probleme. E vetmja gjë që mund të jetë nafta në një lloj mënyre, por dhe ajo është e menaxhueshme. Kur vjen puna ke Kanadaja, situata ndryshon. Sepse ai mund të përfitojë vetëm nga një faktor. Kanadaja në popullatën në thonjza apo ta quaj autoktone të sajën e ka të pakët pra ato që është kanadeze në origjinë, le të themi. Dhe ai duke bërë edhe presionin ekonomik në mënyrë të drejtë për drejtë dhe imponuese, ka një probabilitet shumë të lartë që në një moment caktuar të mund ta kthejë ke vetja. Zakonisht do dhe kundërta, zakonisht sa më shumë presion të bësh aq më keq nga ty. Në këtë rast mendoj që është presion i studiuar, nuk është një presion i ardhur. Kjo është duke ndodhur në fakt Kanada, sa më shumë presion ka, aq më shumë po janë kundër Shtetit Bashkuar. Se është me mësu nga psimet. Herën e parë që vendosi tarifat njërën tjetrën, pavarësisht efekteve mos efekteve, nuk arriti në këtë formë që është sot. Sepse sot ka dalë në një plan drejt për drejt, pra qëllimi është i pastër, i treguar. Herën e parë nuk kishte këtë qëllim. Tarifat ishin më shumë për një çështje ekonomike të mbrëmshme, ndërsa këtë radhë qëllimi ka shkuar për te. Të dua shtetin tim të 51 dhe popujt kur gjynjëzohen tek buka e gojës, historia ka treguar dhe do tregoj nëse do vazhdoj që don. Është ekonomia e madhe botërore. Ekonomia e madhe botërore, por duhet parë edhe një çik. Po nuk e di, a ka identitet nacional.